Arsyeja protestës është për të alarmuar opinionin kombëtar dhe atë ndërkombëtar se po bëhet një padrejtësi e madhe historisë kombit tonë, historisë më të lavdishme të shqiptarëve, jo vetëm Kosovës, por të gjithë shqiptarëve, që në bank të akuzës të vendoset ushtria çlirimtare e Kosovës. Ne kemi respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftrat. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka patur një mision tepër të rëndësishëm, që e tërë lufta të organizohet kundër pushtuesit dhe ka prova që ushtria çlirimtare e Kosovës nuk është marrë me civil, me gra, me pleq, me fëmijë, dhe të vendosësh ushtrinë çlirimtare të Kosovës për balanca politike dhe të dënohet ushtria çlirimtare e Kosovës me shpifje e me dokumentacione të fabrikuara nga kuzhina anti-shqiptare, si në Beograd ashtu edhe në Moskë, është një padrejtësi shumë e madhe. Prandaj kjo protestë është për t'i thonë edhe opinionit ndërkombëtar, po edhe prokurorisë në Hag, që këto padrejtësi i bëhen kombit shqiptar. Ky është qëllimi i protestës së sotshme. Zotri Ahmeti, kemi parë një protestë kundër gjykatës speciale që është mbajtur në Prishtinë, kjo e radhës tani do mbahet sot edhe në Tiranë. A mund të shohim tani një protestë të tillë edhe në Shkup? Po, më kanë thirrë shoqata e veteranëve të luftës në Maqedoni. Sigurisht edhe ata janë në përpjekje sipër, tani mbaret prej kohës se kur ajo do organizohet dhe do bëhet. Kemi parë që në protestën e mbajtur në Prishtinë dhe këtë që do mbahet sot në Tiranë kundër gjykatës speciale, asnjë nga krerët e shtetit Kosovës nuk do të marrë pjesë në protestë. A mendoni që do duhet të ishin pjesëmarrës edhe ata? Kjo nuk është protestë partijake, kjo është protestë mbar kombëtare. Dhe hieshia edhe nderi do duheshte që të gjithë të jenë bashkë në këtë protestë. Aty dënohet historia e kombit shqiptar. Dënohet në bank të akuzës është historia më e lavdishme e shqiptarëve, jo vetëm të Kosovës, po e përsëris, po e tërë shqiptarëve. Kështu që ky ka qenë një moment që ne duhet jemi të gjithë bashkë për t'i dalë zot të së vërtetës. Zotri Ahmeti, kemi parë prap një ndërhyrje të eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje në fushatën parazgjedhore që po mbahet në Maqedoni të Veriut. Si e keni parë ju këtë? Unë asnjëherë nuk jam angazhuar në asnjë fushatë në Kosovë, dhe pse unë kam shumë shok në Kosovë, të cilët jenë në parti, si në Partinë Demokratike të Kosovës, si në Aleancën për Ardhmërinë të Kosovës, kam miq në Lidhjen Demokratike të Kosovës, po asnjëherë nuk kam marrë anë. Këto janë çështje të brendshme të Kosovës, qytetarët e Kosovës vendosin se kush do i përfaqësojë ata. Ndërhyrja që ka bërë zoti Kurti nuk e kontribon unitetit kombëtar. Ne jemi të interesuar që me Kosovën me pas raporte të mira ndërshtetërore, raporte të mira për projekte të përbashkëta infrastrukturore, për projekte përbashkëta kombëtare, si në kulturë, arsim, shëndetësi,
do të janë me qindra marrëveshje që kemi bërë me Kosovën, dhe jemi të interesuar që Kosova të jetë në rrugë të mbarë drejt përmbushjes së standardet të cilat e afrojnë me Europën, standardet të cilat e afrojnë me NATO, dhe si tërësi, o thotë, jemi pjesë e Bashkimit Evropian, pjesë e NATO-s, dhe kontribus të jemi për paqen, stabilitetin, sigurin, dhe jo për ndasi në mes të shqiptarëve. O thotë, kemi aq shumë pika të përbashkëta që mund të punojmë bashkë, por tani kjo mbaren nga vullneti dhe drejtuesit që angazhohen në Republikën e Kosovës.